Gjithse ti doktor në do të takoj me të patash. Do hajë të kemi Milan. Ne nuk kemi hallë vetëm të pushtetit vetë dot. Po na pin gjakun. Po na pin gjakun. Tani falenderojmë profesorën, përfaqësuesin e Partisë Demokratike që është kandidat për deputet, se gjatë këtyre 30 viteve nuk ka ardhur ai përfaqësues. Ky është i pari që bën takim me zonën. Tani si zona e Frashit, që ka këtë xhade, Bashkia e Përmetit vetëm këtë xhade ka që nga Piskova deri në Frashë. Edhe nuk ka hedhur asnjë diçka për të ndërtuar këtë xhade që ta rregulloj. Vetëm hedh një lopat zhavor një herë në vit edhe pastaj nuk kujtohet më. Popullata ka nevojë për xhade, ka nevojë për drita, ka nevojë për ujë që të jetojnë në këto vende. Se ndryshe nuk jetohet dot. Prandaj ne s'kemi lëvizur në ky vend. Këtu na kanë lënë plejt, këtu do rrim, se s'kem ku të vemi. Edhe fëmijët këtu i kemi merren me blektori. Se s'kan ku të vemi. Kanë shtuar blektorit, po jetojnë. Prandaj i themi edhe përfaqësuesit që ta shikojnë këtë problemin e xhades Frashërit, se vetëm kjo xhade ka ngelur në zonën e Përmetit pa u asfaltuar. Të tjerat janë të asfaltuar, Çarçova ka të asfaltuar, këtej poshtë i ka marrë Këlqyra, Ballabane dhe janë asfaltuar. Vetëm kjo xhade është lënë prapandore. Për 20 kilometra lidhet me Edhe me Skraparin. Kjo xhade është që lidh Skraparin, nuk ka xhade të tjera, se do t'i bjesh pasaj të shkosh na Përmetin në Berat të vesh në Skrapar. Ktu shkurton shumë. Ktu po të rregullohet që të lidhet mirë me Skraparin, për një orë në qerek, një orë gjysmë vete na Përmeti, vete në Skrapar. Jemi këtu në rrugën që ndan Ali Postivanin me atë që çon për në Frash. Kjo është një rrugë nacionale. Po është një rrugë që lidh tempullin e dijes shqiptare me rrugën nacionale. Dhe është lënë si mos më keq. Mjaft probleme dhe halle përjeton kjo zonë, njerëzit jetojnë këtu. Dhe këta që janë për rreth nesh janë vërtet heronj që jetojnë në kushte shumë të vështira, të braktisur dhe të harruar nga shteti, që nga rrugët, që nga subvencionet, që nga largimi i shërbimeve, po ajo që është një plagë e madhe që dhëm për të gjithë është popullimi i kësaj zone. Dhe këtu duket si ku ka një projekt ogurzi për të shpopulluar këtë perlë të historisë, të turizmit shqiptar. Prandaj, sot në këtë pronësim, unë premtoj që nëse Partia Demokratike dhe jemi optimist do fitojnë me 11 maj, ne do të rehabilitojmë rrugët, shërbimet, shkollat, sistemi shëndetësor. Këtu nuk ka një doktor që të ndodhet për hallet dhe urgjencat që kanë banorët e kësaj